Adriatikun e kam njohur në bankat auditorëve në Fakultetin e Drejtësisë. Dalloi për energjinë, këmbguljen dhe pasionin për të bërë ndryshim. Sot, si kryetar i Partisë Shqipëria Bëhet, shoh tek ai të njëjtin përkushtim dhe të njëjtën dëshirë të sinqertë për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë. Ftoj kryetarin e Lëvizjes Shqipëria Bëhet, zotin Adriatik Lapaj, për të mbajtur fjalën e tij. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve. Dëgjohem? Dëgjohem. E para njerë, ne jemi këtu ekip dhe për të korrigjuar e plotësuar njëri tjetrin, nën kryetarja kishte emocione dhe harroi që te bordi kemi edhe një zonjë tjetër shumë të rëndësishme, shumë të përkushtuar, e cila quhet Lindita Naq. Bëja halal Dorinës se emocioni bënd vetën. E nderuar zonja Ana Dajko. I nderuar zoti Gorani. I nderuar zoti Ferdinand Dervishi. Aseti i madh i vendit ton, zoti Pano Hauko. Fort i dashur general Det Prenga. Të nderuar antar të kryesisë, të dashur bashkërrugëtar të kauzës Shqipëria Bëhet, faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Para se ta nis fjalën time, dua të ndalem një çast në një moment emocional për mua personalisht, po besoj pasi ta them për të gjithë ju. Pak ditë më parë, rreth 2 javë më parë, ne kemi pësuar një humbje shumë të madhe njerëzore. Djali i vllait ton, Edi Syku, ka humbur jetën dhe Edi ndodhet sot në sallë. Dhjetë muaj më parë, një grusht, djemsh dhe vajzash, nisëm një rrugëtim drejt së panjohurës. Idet dhe ëndrat i kishim të qarta. U nisëm për demokratizimin e vendit. U nisëm për parimet. U nisëm për garën. U nisëm për meritokracinë. Vazhdojmë sot po njësoj për të gjitha. Kërkuam të drejtën e votës së emigrantëve. Kërkuam hapjen e garës dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor. Kërkuam depolitizimin e administratës zgjedhore. Kërkuam ligjin për referendumet. Shkuam në 37 destinacione në diasporë. Takuam mira e mira bashkombës. Shkruam një ligj për të drejtën e votës së tyre. Mblodhëm 21.000 firma në çdo rrugicë të dheut, ligji u miratua dhe ata tashmë votojnë. Shkruam po ashtu dhe një ligj për ndryshimet e kodit zgjedhor. Shkuam në gjykatën kushtetuese. Nuk u ndalëm. Garuam me listat hapura edhe me koson e padrejtësisë që na u bë dhe në të cilën dhe ne të cilën kur nuk do të harrojmë. Ne ende po luftojmë për hapjen e garës dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor. Kemi shkruar sërish një projekt ligj dhe nuk do të ndalemi derisa të realizohet. Sot po themelojmë Këshillin Kombëtar. Sot jeni ju qendrëstarët.
jeni ata që u dhat frym ideve për demokratizim. Jeni ju që qëndruat edhe kur deshën të na rrëzonin. Jeni ju që nuk u ndalët. Jeni ju që po themeloni Këshillin Kombëtar të Lëvizjes me objektivin e qartë për ta kthyer lëvizjen Shqipëria bëhet në forcën e re më të strukturuar në vend. Shpesh dëgjoj në rrugët e Adheut se nuk ka shpresë. Në fakt, ka shpresë. Ne jemi dëshmia se ka shpresë. 107 ditë përballje me pushtetin në palc të dimrit. 31 aktivist nga ju të proceduar penalisht për më shumë se 50 vepra penale. 4 të arrestuar. Të gjitha procedimet dhe arrestimet, siç po del nga gjykata dhe prokuroria, janë deklaruar të paligjshme. Ka shpresë sepse ka djem dhe vajza kurajoz që po përbahen. Ka shpresë se ka djem e vajza, burra e gra kurajoz që po organizohen. Ka shpresë sepse ka djem, vajza, burra dhe gra që nuk po joshen e as po tremen. Ka shpresë sepse ne kemi vendosur që do t'ja dalim. Ne kemi vendosur që do t'jemi brezi që do t'jap fund tranzicionit dhe do të sjellë shtetëndërtimin demokratik. Ne jemi të qartë për çfarë duam dhe për çfarë meriton çdo qytetar i vendit ton. Ju jeni dëshmitar se si komunitete të ndryshme nga jugu në veri po përballen me vjedhjen e pronave përmes një ligji të ashtu quajtur për investimet strategjike. Një ligj krejt i padrejt që po largon nga vendi komunitetet të tëra. Ju jeni dëshmitar gjithashtu se si përmes një ligji të ashtu quajtur paketa e maleve, duke e maskuar pas propagandës së nevojës për të zhvilluar turizmin dhe komunitetet të male, u janë turrur maleve e kodrave të Adheut për t'i rrëmbyer me €1. Ky ligj o gurzi që përbën skemën më të madhe të vjedhjes së pasurisë publike që prej vitit 1991 është thjesht një mjet për të marrë pronën e përbashkët të fshatrave dhe për t'u dhënë shërbëtorëve të pushtetit. Është një mjet juridik për të marrë kuotat e fshatrave dhe të parëve tanë dhe për t'u dhënë të ashtu quajturve patronazhist dhe atyre më të zellshme madje për t'i kthyer në çiftligar të pasur të fshatrave të drobitur të vendit ton që më pas të diktojnë votën e kujdo përmes nevojës së njerëzve për të mbijetuar dhe për të punësuar në çiftligjet e reja. Ky është një ligj që asetet më të mëdha të maleve tona i heq nga aksesi i komuniteteve dhe i përqendron te njerëzit pranë pushtetit. Është një blerje masive vote për dekadat që vijnë, ndaj është detyrë kombëtare ndalja e të dy këtyre ligjeve. Unë sot, me përgjegjësinë kombëtare të angazhimit ton, kërkoj nga ju një beslidhje të fuqishme për t'u angazhuar për shfuqizimin e këtyre dy ligjeve. Shumë flasin në për televizione, shumë flasin edhe në për protesta, kur ndodh që prona u vidhet njerëzve. Fjalët i merr era, është koha dhe duhen vepra. Referuar Kushtetutës son dhe konkretisht nenit 150.1 i propozoi këtij këshilli të nisim procedurat ligjore për të kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve formularët tip për mbledhjen e 50.000 firmave për secilin prej të dy ligjeve për ta çuar vendin në referendum kombëtar për shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe të ligjit për paketën e maleve. Eri theksoj dhe njerë që ta dëgjojnë qytetarët përmes transmetimit. Referuar Kushtetutës son
dhe konkretisht në 150.1 i propozoj këtij këshilli të nisim procedurat ligjore për të kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve formularët tip për mbledhjen e 50.000 firmave për secilin ligj për ta çuar vendin në referendum kombëtar për shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe të ligjit për paketën e maleve. Kjo është detyrë kombëtare. Ju ftoj të nisim punën për të thirrur popullin në demokraci të drejtë për drejtë. Është koha të shfuqizojmë babëzinë e pushtetit të Edi Ramës. Është koha të ndalim vjedhjen me ligj ta dheut. Të nderuar antar, tani do të vazhdoj me një nga momentet më të rëndësishme të këtij takimi, secili prej jush ka të drejtë të propozojë një emër për kryetar të Këshillit Kombëtar. Ju ftoj të paraqisni propozimet tuaja